Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar, jemi edhe sot së bashku në këtë cikël emisionesh, në këtë cikël prezantimesh që kanë të bëjnë me një çështje shumë të rëndësishme të jetës tonë. Çështja e betejave është çështje më rëndësishme nga se ka mund, ka angazhim, ka lodhje, ka humbje, po edhe ka fitore. Kemë përmendur se është shumë rëndësishme që njeriu të dinë se duhet të jetë pjesë e betejës, por duhet të dinë se në cilin betejë duhet të jetë pjesëmarrës. Njeriu është i krijuar që të angazhohet, të vrapon, mundohet, dhe kjo është një betejë e përditshme që ai e ushtron në vazhdimsi. Mirë po, a janë këto betejat me të vërtetë që na duhen? A jemi gjithmonë pjesëmarrës në betejat që na garantojnë fitoren e kërkuar? Kjo është pyetje e madhe. Pastaj gjithashtu edhe krahas saj duhet me pas parasysh se a jemi të pozicionuar si duhet. Nisma është e duhur. Dhe këtu e kemi trajtuar në emisionet e kaluara. Kemi përmendur se pozicioni nuk kupton kuptimet e kërkuara. Të kuptosh se kjo jetë është me sprova. Dhe kemi thënë se sprovat nuk kuptojnë mjerimin dhe vuajtjet. Kemi thënë se duhet më prek në vazhdimsi deri në fund, nuk ka ndalje. Kemi thënë se në kuadër të betejave që duhet zhvilluar dhe kuptimet që duhet pasur në këtë aspekt është edhe përpjekja e vazhdueshme. Është edhe qëllimi që duhet realizuar. E të tjera që kemi trajtuar në takimin e kaluar. Kur flasim për beteja të ndëruar, kur flasim për këtë çështje, dikush mund të pyetet pa bom, pa betejë. Në rregull, kush don betejë le të vazhdon. Kush don sukses le të vazhdon. Dua të jem i rëndomt. Dua të jem dikush që realisht ka një jetë qetë. Nuk dua të jem pjesë e betejave. A janë këto tema për të gjithë? Apo njeriu mund të përzgjedh, a do më u fut betejë apo nuk do më u fut betejë? Të nderuar, përgjigjen e këtij pyetje duhet ta kërkojmë te Krijuesi. Ai ka krijuar këtë botë. Dhe duhet atje të kërkojmë se ai çfarë thot për këtë çështje. Ne kemi përmendur në takimin e kaluar, nga kuptimet e kërkuar është ta kuptojnë realitetin e kësaj jete. Dhe nuk është absolutisht e arsyeshme as e logjikshme që njeriu sa nuk i pëlqen një realitet ta mohon. E mohuam, e pohuam, nuk ka rëndësi. Ai realitet ka ndodhur. Sikurse për shembull çështja e llogaridhënies për Allahut më në gjykimit. Do njerëz nuk e besojnë. Do njerëz nuk kush u kthye atij. Do njerëz e besojnë çështja e njerëzve në këtë botë. Mirë po, ata që nuk e besojnë llogaridhënien, nuk besojnë ringjallje. A do të mbetin pa ringjall? Edhe ringjallja është vetëm për ata që besojnë? Absolutisht nuk është qendare kështu. Besuan njerëzit, nuk besuan njerëzit. U përgatitën për takim me Allahun dhe llogaridhënien, nuk u përgatitën. Është çështje personale tyne, por realiteti nuk ndryshon. Nëse Allahu xhallahu ala përmend se të gjithë do të dalin për të manduar. Prandaj sa më herë njeriu këndellet kashi këtyre realiteteve, aq më mirë për të, dhe aq më tepër mundësi për ta përmirësuar orientimin e jetës dhe për të përcaktuar drejt qëllimeve të kërkuara. Prandaj të nderuar, Allahu xhallahu në Kur'an përmend se pjesëmarrja në këto betejë për të se do të flasim inshallah të ardhmen, nuk është në dorën tonë. Nga momenti që vim këtë dunjë, ne jemi pjesë e betejës. Sikurse e kemi përmendur, Allahu çka tha? Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Ne kemi krijuar të tillë që të kalojnë për vështirësi. Do të thotë të kalojnë të lashe. Të kalojnë probleme. Dhe këtu i duhet që të jetë i fortë, t'ia del, do të thotë të ballafaqohet, do të thotë të jetë pjesë e betejës. Ka armiq që ne mund të lëmë rahat ata. Ne mund që të nëshkojmë paqe me ta, po ata nuk nëshkojmë paqe me neve. Po ata nuk në rahat. Ndaj betejë është domosdoshme. Betejë është domosdoshme. Nuk ka zgjidhje tjetër të ndëruar vëllezër dhe motra. Kështu që sa më herë e kuptojmë këtë realitet, aq më të përgatitur jemi, aq më të vetëdijshëm jemi, aq më të kujdesshëm jemi, dhe kjo është e kërkuar. Pa injorimi betejës dhe pjesëmarrja në betejë tjera
apo iluzionet për një jetë të rahatshme, komode, paqësore, janë iluzione që e marrsojnë njeriu. Ne duhet të angazhohemi për paqe të vazhdueshme, por dihet me kënd, mes njerëzve. Ndërsa për armiq që do të flas, nuk janë njerëzit në safin e parë. Nuk po flas për betejë me njëri tjetrin, absolutisht. As nuk do të flas për këtë spaku në disa emisione të ardhme. Po flas për disa armiq tjerë. Ta dikush mund të thotë kush që kanë këta nësa nuk janë njerëzit. Ka tjerë, armiqësia mes njerëzve realisht është pasojë e armiqësisë me këta armiq që unë do të flas për ta. Prandaj unë synoj të ndëruar vëllezër e motra që të shkoj përtej dimensionit njerëzor, përtej problemeve mes njerëzve, për të kuptuar se kur është zënafili e problemeve, ku duhet të gjithë të marrin pjesë në ato betejë që ngadhnimi në ato betejë garanton paqe për neve pastaj. Ngadhnimi në ato betejë garanton rahati dhe mirëqenie për neve. Prandaj na duhet me shku përtej formalitetit, përtej asoj që duket në pamjen e parë. Ka diçka përtej kësaj pamje. Disa armiq që punojnë për të na armiqsu, disa armiq që punojnë për të prodhuar në vazhdimsi betejë të ndryshme. Me këta armiq të ndëruar, vëllezër e motra, më shënë njëri prej tyre punon vazhdimsi që të na lodhë në betejë të pakuptimta, për ta kursyer vetveten nga betejë jonë me të, që të jetë komod e rahat në goditjet e një pasëshme ndaj neve. E ne të angazhuar në betejë të pakuptimta, ku shpenzojmë energji, mund luftojmë njëri me tjetrin dhe në fund të gjithë jemi humbës. Prandaj është shumë e rëndësishme të kuptuar se kush po i nxit këto probleme. Cili është ai armik i cili po prodhon betejë dhe lufta mes njerëzve, kur kihet parasysh se njerëzit kanë një prejardhje, kanë një bab, kanë një nan, kanë një tokë që ndajnë së bashku. Nëse e shikojmë në të përditshme, e të mërshme, sa urrejtja, sa ngarkesa, sa zilia, a thua vallë pse? Po thuaj se nuk kemi njëjtë, nuk kemi një, po thuaj se nuk kemi njerëz, po gjithkush është diçka në veti. Andaj është çështje shqetësuese dhe për këtë Kurani ka folur shumë të nderuar vëllezër dhe motra. Allahu xhallahu na ka mësuar që ta luajmë rolin si duhet, të kuptojmë gjërat si duhet, ta godasim armikun fuqishëm dhe në vazhdimsi të jemi në betejë me armikun real, jo me armikun që ne e ka bërë armiku armik, qase ne mund të gjejmë mundësi të bashkëpunimit dhe mirëkuptimit mes njëri tjetrit. Prandaj betejat janë të domosdoshme, nuk ka tjetër zgjidhje. Allahu xhallahu ala kështu e ka filluar botën me konflikt. E dini rastin e Ademit alayhisalam dhe Iblisit. Kaq. Për tjera detale, pastaj në tarën inshallah. Mirë, po bota ka filluar me betejë. Iblisi ishte në betejë me Ademin alayhisalam. E Ademi kur doli nga xheneti në betejë me Iblisin, e kështu me radhë. Prandaj bota ka filluar kështu. Jeta është zhvilluar në vazhdimsi. Për të siguru paqen tokë, për të siguru rahatin tokë, Allahu ka dërguar pejgamber. Dhe këta pejgamber u ka dërguar njerëzve realitetin. Një nga ato që u ka dërguar është edhe pjesëmarrja në betejat e duhura, që të rreshtojnë ku duhet. Pra e çështja e parë që desha këtu ta them të ndëruar është se pjesëmarrja në betejë është e domosdoshme. Ti domosdoshmë me luftu. Domosdoshmë do të jesh në betejë. Dhe e kam përmend, kur flas për betejën, nuk e kam për qëllim atë të armatosun, atë gjakderse, se kam për këtë qëllim. Flas për disa betejë shumë më të mëdha, shumë më të rëndësishme, se këto që i shohim jetën e përditshme, nga luftrat e pakuptimta, nga gjakderdhja e viktimat e kështu me radhë. Këto që shohim sot janë realisht reflektimi i betejëve tjera që unë do të flas për to. Prandaj nuk ka ndonjë rahati. Nuk ka në dunja të nderuar vëllezër dhe motra paqe absolute. Që të thosh atë kur mos më nguc. Jo. Nga se është një armik që është betuar se ka me të nguc. Është një armik që është betuar se ka me të luftu. Është një armik që është betuar se rahat nuk ka me të lënë. Çështja është e kupton ti këtë armik. E lufton ti këtë armik. Ai kupton ti betejën që duhet zhvilluar me to. Apo nuk e kuptojmë fare, e injorojmë,
e pastaj mi pjesë të betejave tjera të pakuptimta. Kjo çështja e parë për këtë mision. Çështja e dytë të ndëruar që ka të bëjë me këtë mision është mirë masi kuptuam se duhet me pas beteja, domosdoshmë pas ka beteja, Zoti pas ka përmendur në Kur'an se ka beteja. Atë për çka këto beteja? Ky armik që ende nuk po na shpalos kur qen ka ky, çka don ky për neve? Çka kërkohet? Rreth çkafit bëhet beteja. Kjo shumë e rëndësishme e kuptu, të nderuar vëllezër dhe motra. Kur flet për beteja, njerëzit zakonisht i kuptojnë, domethënë si përpjekje e kundërshtarit, do të thotë me e cenu lirinë tonë, me e marr pasurinë tonë, me e pushtu tokën tënde. Kështu i kuptojnë betejat. A është beteja rreth tokës? A është beteja rreth hisës? A është beteja rreth pozitës? Jo, nuk është. Nuk po flas për të beteja. Po flas për disa tjera që pastaj kanë sill këto beteja që sot po i shohim, që njerëzit luftojnë për karrika, për pozita, për autoritet e kështu me radhë. Rreth shkafit është beteja. Të nderuar, Allahu xhallahu ala ka krijuar njeriu, e nderoi, e begatoi dhe i dha në shfrytëzim gjithë ato që janë afër njeriu, ato që e rrethojnë, madje ato që janë larg prej tij. Allahu xhallahu ala njeriu i dha në dispozicion kë gjithat. Dielli i shërben njeriu, lind për të dhe perëndon për të. Hana del për njeriu, yje dalin për njeriu. Njeriu orientohet përmes yjeve. Uji në tokë rrjedh për njeriu. Det në një për njeriu, që të lundron të përfiton nga lëvizja mbi det dhe të përfiton nga bukuritë dhe pasuritë e nëndetit. Toka për njeriu e qetë, stabile, rrafshët, dhe nën toka për të nga me pasuritë e saj. Gjitha për njeriu. E njeriu për këtë duhet jetë. Andaj nuk është betejë për tokën, por betejë është për njeriu. I kujt është njeriu? I kujt duhet të jetë njeriu? Kjo është betejë. Andaj ne duhet të jemi të Allahut. Dhe duhet të jemi të kthyer ka Allah i mënduar. Ta adhurojmë Allahun xhallahu ala dhe të jemi atij falëndrues. E ka dikush që i pengon kjo. Dhe pastaj mobilizon në shërbim të largimit të njeriu nga Zoti edhe disa të tjerë që janë armiq potencial për njeriu. E për këtë do të flasim. Për këtë betejë, për betejën e vazhdueshme që ti mos t'jesh mirë me Zotin. Që ti të shkëputesh nga Zoti yt. Që ti të largohesh nga Zoti yt. Që ti mos t'jesh mirënjohës Zotit tënd. Kështu bile spaku e tha, wala tajidu aktharahum shakirin. Shumicën për tyre nuk i mi gjetë mirënjohës për begatit që e ka dhënë. Shumica njerëzve nuk do t'jenë falërues. Do të arrin ky armik të shkput për Zotit, t'i bën mos mirënjohës. Të harrojnë Allahun xhallahu ala, t'i atribojnë vetvetes gjitha këto begati. Unë i kam bërë, unë i kam arrit me mendjen time, me fuqinë time, me potencialin tim. E gjitha këto janë tregues i humbjes betej. Andaj të nderuar, beteja është rreth teje, rreth meje, për ty, për ty. Allahu te bareku te ala ka dërguar pejgamber, ka zbrit libra që ti t'jesh në këtë betejë fuqishëm. Që ti t'jesh në këtë betejë triumfues. Unë e ai e kështu me radhë. Prandaj gjitha këto që Allahu xhallahu ala i ka dërguar, ky kujdes hynor për neve, është pikërisht për shkak se beteja është ligji i Allahu xhallahu ala. Beteja është ligji i Allahut në dunjë. Kështu Allah e ka kurdhizur dunjën. Kështu Allah e ka krijuar dunjën. Kështu Allahu xhallahu ala në vazhdimsi e shtyn dunjën. Nga beteja në betejë, që të del në pa e përsia njeriu për këtë arsye. Momenti ku njeriu kapet për litarin e Allahut të mënduar. Nëse dunja është e tillë me fërkime, xheneti është i rahatshëm. Këtë dunjë Allah kështu e ka krijuar dhe për këtë na ka lajmëruar dhe informuar. Pa ne kemi përmendur se atje pozicionimi i duhur për pjesëmarrjen në betejë është ta njohësh realitetin e dunjës. Nuk mund të luftosh, nuk mund të jesh pjesë e kësaj betejë, as nuk mund të triumfosh këtë betejë nëse realitetin e dunjës nuk e kupton. Për çdo mangësi, për çdo problem, për çdo ankohesh, e pse kjo, e pse Zoti nuk ndihmon. Kështu nuk fiton betejë. Kështu nuk fiton këtë betejë. Andaj
Pas që kuptuam se duhet të jemi pjesëmarrës, do më zërmën këtë betejë. Veç do të varet pozënimi ku do të jesh, e dyta është për kë bëhet betejë, për ty. Që ti mos të jesh rob i Allahut mënduar. Nuk ka më rëndësi pastaj rob i kujt bëhesh. Nuk ka më rëndësi. Mund të jesh rob i çdo kujt. Kudo qoftë, më rëndësi është rob i Allahut mos të jesh. Është një qasje hakmarrëse e armikut kundër njeriut. Dhe për këtë është betu për Allahut mënduar. Dhe për këtë fatkeqësisht mobilizon faktorë të ndryshëm që i armiqson me njeriun që t'i ndihmojnë këto betejë kundër njeriut. Prandaj Allahu xhallahu ala tha në Kur'an: "Yuridu Allahu bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr." Allahu don që t'u lehtëson juve, jo t'u vështirëson. Po na gjej vështirësi, po pjesë e kësaj është armiku nuk e don të lehtë fen. Armiku nuk e don të lehtë jetën. Armiku nuk e don të lehtë shfrytëzimin e begative. Don të jetë vështirë, e komplikuar, edhe gjithashtu me ngarkesa. Prandaj betejë është rreth teje dhe për ty, për të mirën tonë, për të ardhmen tonë, për shpëtimin tënd, për shpërblimin tënd, për këtë është betejë. Andaj të nderuar, nëse ti lufton për vetveten tonë, kush plot me luftu? Nëse ti lufton për të ardhmen tonë, ti lufton për shpëtimin tonë, ti lufton për shpërblimin tonë, kush do të më luftojë për ty? Gjitha i ke në dispozicion që ti materializosh dhe kapitalizosh në shërbim të kësaj betejë. Gjitha i ke. Shfrytëzoj në emër të Allahut mënduar dhe mozimet të Allahut të barekuta, sikur do të flasim inshallah në të ardhmen. Prandaj të nderuar, betejë nuk është për kërkon, nuk ka për Allahun xhallahu ala, po është në emër të Allahut, është në emër të Allahut, edhe është me mësimet të Allahut, ama është për ty. Për ty. Nga se nëse fiton, ti kimi e gëzu fitoren. Nëse humb, mjerimet e humbjes, ti kimi i bajt bi supet dhe bi kokën tënde. Prandaj, Allahu tha, "Faman sha'a falyu'min, wa man sha'a falyakfur." Kjo është realiteti, kjo është e vërteta. Kush don beson, kush don mohon. Çështja juaj është, për juve e kam. Për juve e kam. Sikur se tha Allahu xhallahu ala në hadith kutsi, "Innama hiya a'malukum wa fiha lakum." Janë punë të juaja, kontributi i juaj është që unë u arruaj për ditë gjykimit. Faman wajada khairan falyahmidillah. Kush gjen mirë dhe ka fituar, le thot elhamdulillah ya dola. Wa man wajada ghayra dhalika, e kush gjen ndryshe, jo fitore, jo problem, fala yalumanna illa nafsa. Mos ta çorton as ka pos vetvetes. Të nderuar, kjo është shumë e rëndësishme. Ti je përgjegjës për jetën tonë. Ti je përgjegjës për punët e tua. Prandaj arsëtimet e njerëzve se filonim ka deviju, këm ka thonë, këm ka mësu, ditë gjykimit nuk kryen punë. Prandaj vetë disohu. Kuptoje mirë rolin që kërkohet për te. Kuptoje mirë rrugën, po të duhet udhërfyes, hoxhallar, dietar, ka alhamdulillah mjaftueshëm. Me po në fund ditës, ti je përgjegjës për fenë tonë, ti je përgjegjës për jetën tonë, ti je përgjegjës për të ardhmen tonë, e dhon, e dhaj, e gjithë kështu me radhë. Ditë gjykimit, çdo kush tek Allahu del vet. Del vet. Prandaj betejë është për ty. Duhesh fuqishëm të përgatitesh. Duhesh i nderuar dhe e nderuar. Ta kuptosh qartë se nëse nuk e godet, të godet. Nëse nuk e lufton, të lufton. Nëse nuk e mposht, deri në këtë nivel është situata. Injorimi nuk është zgjidhje. Ika nuk është zgjidhje. Gase nuk është e mundshme. Nuk ka tjetër zgjidhje. Nuk ka tjetër zgjidhje. Kjo është realiteti. Ligji Allahu xhallahu ala. Ai ka bërë armikun, ai ka bërë këto probleme. Dhe ai kërkon nga ne tash të godasim. Gase Allahu te barta e din se nëse ne e shfrytëzojmë potencialin që Allahu na ka dhënë dhe udhëzimet që Allahu na i ka dhënë, jemi fitimtar 100%. Pa asnjë dyshje. Prandaj Allahu te barta është kujdes për njerin. Ne kap të gjitha. Nëse njeri nuk është në gjendje spaku, një lëvizje ta bën për intereset e tij personale, shpëtimin ditë gjykimit, atëherë mos ta çorton as ka pas vetes. Për këtë arsye, ne duhet të vetëdijsohemi në raport me këtë çështje dhe ta kuptojmë se
pjesëmarrja është e domosdoshme dhe çështja është komplet për ty dhe për mu dhe për atë çdo kush vetë fillimisht e pastaj edhe bashkarisht. Allahu na ndihmoft.